Ju bëj thirrje të gjithëve që paksisht të marshojmë drejt parlamentit dhe të zonë pronta ato maskare. Ju lutem marshoni qetësisht drejt parlamentit. Një grup do të rri këtu që të lërnoj çdo qytetar që vjen. Bashkoni te parlamenti dhe gjithë bashkë pastaj mund vim në vend drejt kryeministrisë. Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Ramambur Berishambur! Edi Rama hajtu! Na dole diçka e re sot. Nisemi nga kryeministria, ndërkohë që po prisnim pjesën tjetër që takohen te sheshi Skënderbej, që të vinin te kryeministria. Kryeministria do të nisemi për tek parlamenti. Jeni të jashtëzakonshëm, jeni shumë, akoma më shumë qytetarë po ju presin te parlamenti. Rrethojeni, ai nuk është më parlamenti jonë. Ai parlament duhet shpërndahet 1 minutë më parë. Njoftim për gjithë qytetarët që po bashkohen tani direkt në protest. Shumica e qytetarëve kanë shkuar drejt parlamentit se aty ka seancë plenare dhe gjithë deputetët janë aty. Parlamenti duhet dhe do të rrethohet nga qytetarët. Miqtë e Piskut ju përshëndes. Jemi tek pedonalja duke shkuar drejt parlamentit. Për shkak se sot është ditë e njëjtë dhe protesta është vendosur nga kryeministria tek parlamenti në këtë seancë plenare. Gjithë shqiptarët që ishin mbledhur në protestë edhe tek sheshi Skënderbej. Ti presim këtu se ka seancë plenare. E ti kapi bitë e djallit, e ti hudhim kosh tjerash. Dashin, kimi njerët bitë e djallit. Pas komunizmi, pas bitë e djallit. E ka qunë Shqipërinë 800 vjetë brapa. Njerët, pas komunizmat, pas bitë e djallit. U shofë para lidhët. Qoni nga katët bashkëpunëtorët e parlamentit. Sot ka qenë seancë plenare, kanë diskutuar për ne ato. Ato diskutojnë vazhdimisht për ne apo? Nuk diskutojnë për ne, diskutojnë profiqet e vetë ato. Me u bë super miliardera. Ato janë siguru për 300 breza. Ato i ku gjerë se po në shkretëre. Kështu ka shku gjerë se po në shkretë. Mirë në shkretit. E kam pipik në fujt gjakut poplit. Kimi nerat bitë gjallit. Në vanitar në më shkëratët. U shof para idrit. U shof që bitë gjallit. Një kam një hu koshtjeve. Një kam një hu koshtjeve. Më shkërejt. Kimi nerat. Sa ditë keni qenë në protest? Për ditë që do hiq. Për ditë? Mos më zesh që minut të vla. Nuk më zesh që minut. Vetë që më hashe që zotit për mu më dhimë së të rinia. Nipit e mbesën, më dhimë së presë jashëm. Se nuk ka shtet. Nuk ka shtet vërtet. Ajo është e keqja. Paraj duhet bëjmë që është e mundur. Se këto maskareje ka që Shqipërinë 300 vjetë mrapa. Kjo lëvizje sot nga... Sorry my friend. Nëse Shqipëria duhet ishte lu hequr që pa 35 vjetësh me bi patriotash, me bi punëtosh, bi kurva komuniste. A me mboni si nga kjo protest, nga kjo revolt e bani njerëz patriot që të udhëheqin Shqipërinë? Po i parja mu, i deli Shqipës jam mu. U jam nipi që të prezentomi. Jam nipi i Sabunetirit, Lujt Gorakutit, Adem Jasharit, Ismail Bej Vlosh dhe më dy. Jam djeli i Shqipës, do të bëjmë Shqipërisë së shba. To kriminella bitë e djallit, den bëvërdën, njerë hetri dhe ty të shikto, e ka qo Shqipërinë 300 vjetë mrapa. Nëse Shqipëria do të ishte udhëheq,
që në ndjetë me pi patriotësh, A isin, a neve ikin, sot, a ikin. neve sot ishi forca kryesorë dhe isë Balkan dhe në Evropë dhe shteti 51 Amerikës. Ishim sot, Po. të rizodi. Tani kjo lëvizja U, nga shoh, nga kryeministria që po shkon te parlamenti. A Si bukur. është? A është e bukur? E bukur! A ka vlerë? Për që e vërt, ashtu, direkt ke parlamenti, mi ka porrat, e mi hudkosh plerat, harrat. Në e gjallë që i farë, nuk kërë fekto, do s'ka diri moto të plerat. Nuk kërë fekto diri moto të plerat. Qa ka zoja? Hajde këtu qafshe e burë, hajde këtu e. Hajde fush burë. Mos na shqetëson as në vesh me rreth pushimit. Hajde. Kush po leje më çfarë e kush me këto? Më zonë, shprejo, çfarë shqetësimi keni? Çfarë shqetësimi? Më kanë vjetë pronat mes Tiranës. Çfarë shqetësimit kemë? Kush ti ka vjet pronë? Kanë mjellë peme, çfarë kanë bo? Sali Berisha, e di Rama. Sali Berisha që grift nishi që ka qisha. Jo. Qisha graf. Jo. I vraf të lau. Hajde shifar. Po shkojmë nga pjesa tjetër e parlamentit, shohim çfarë po ndodh tani. Nga hyrja. Ndërkohë që këte jemi tek hyrja anësore që është nga krahu i pedonales, tani po shkojmë tek hyrja kryesore e parlamentit. Edhe këtu janë mbledhur goxha protestues. Edhe policia atje. Po jam në dalje. Ai dali çik më ndryshe. Jo, për zotin.
Atë punon. Para kryeministrisë, atje janë mbledhur të gjithë. Po janë mbledhur se erdhëm këtu vëllai. Erdhëm këtu, erdhëm nga kryeministria, erdhëm këtu. Jo, skandal. Kemi hapur, për çfarë erdhëm? Kanë hikë gjithë. Po ta na thanë më. Se erdhëm nga kryeministria e sollën njerëzit këtu. Marshim. Ku kanë ikë gjithë vëllai? Po morën vetë kanë ikë gjithë. I sollën njerëzit këtu ke kuvendi. Janë full mrena, janë mrena. Kanë ikë gjithë, thot. Merë vesh tani se qa po ndodh tu tani. Ishim te kryeministria, na sollën nga parlamenti, tani sa erdhe parlamenti thotë ikni te kryeministria se tani më. Von rap. Po deputetët kanë dalë? Deputetët vetëm bita. Shkotoj mirë. Se në gjë? Volën policët, të rrafë. Kjo cilin deputet? Bidon? O ditën? Mirë që rasisi policia, se juturën. Grupimi që ishte këtu ka një gjithë të kryeministria, ecim. Vini më këtu. Ka një këshot. Ka një ko gjigant, ka një, se i bëm me video, ka një. Ka grupi që ishte këtu, pa grupi i sheshin Skënderbej që marshon për drejt kryeministrisë, që erdhën para pjesës tjetër të grupit të kryeministrisë, domethënë, kanë ikur. Ka disa keq kuptime, nuk pranojnë të ikin protestuesit. Vaj, ke komunikim me ata që ishin atje? Po si ikën ato dhe jene këtu? Ikën së erdhën mas. A sun pishin? Ne për ne u nisëm nga kryeministria. Kanë bloku hyrje, na kupton. E blokutën dy pjesët dhe po ikën ata, kupton se s'u nalën. Po ti që tu bë këtu pra? Protestojmë pra, rrafën i deputet, tash i dhe ikën. Ata se në bëni që të një në dhënë dhe sotë e vetë të një bëni, se me qenë këtë një bëni. Me qenë këtë një bëni. Me një mosh të një janë të ndara të në të shokë. Ta thonë që ka pak të rëzka. Më jepe dore që
Nga kuvendi po kthehemi për tek kryeministria, aty ku është zhvilluar çdo ditë protesta qytetare dhe njerëzit janë grumbulluar dhe po grumbullohen tek kryeministria. Edhe pse ndodhi kjo gjë që një pjesë ishin tek sheshi Skënderbej, shkuan u zhvendosën tek kuvendi për shkak se sot ka qenë seanca plenare. Më thanë sipas informacioneve që kur kishte dalë ky Ardit Bido, ishin vërsulur, madje kishte pasur konfrontime, nuk e di a ka pasur plasje fizike apo jo, më thanë që edhe kishin goditur, por ishte afruar policia, garda. Pastaj pjesa tjetër, ku isha edhe unë, te kryeministria që po pristin pjesën tjetër të sheshit Skënderbej, u nisëm dhe ne për te kuvendi, ku shkuam grupi kryeministrisë, ku shkuam te kuvendi, pjesa tjetër e atyre që ishin pak më herët te kuvendi, ishin larguar për të ardhur te kryeministria, u bën një, le të themi, një mosmarrveshje, një keq kuptim i vogël që duket se po mblidhet dhe po rregullohet. Siç e thash edhe më herët, mu duk me interes. Kjo lëvizje u duk interesante, domethënë që papi një lëvizje tillë për të shkuar tek kuvendi. Ka një lloj domethënie. Por nuk zgjati shumë. Nuk zgjati shumë për shkak se u larguan se thanë që deputetët, politikanët e kuvendit janë larguar. Dhe ishte kohë që të qëndronim atje. Ndërkohë që edhe këtu ke kryeministria nuk është se është Rama brenda.